Lajmi mirë është 35 prej kandidaturave janë fakt nga platforma Deputeti që duam dhe ky është një raport shumë i mirë. Janë 1 në 5, pra 1 në 5 nga kandidatët që Partia Socialiste ka prezantuar vinë nga platforma Deputeti që duam. Janë njerëz që vinë për herë të parë në parti. Dhe kjo është rezultat shumë pozitiv për sa i përket angazhimit të figurave të reja në politikë. Sepse në fund ditës politikbërja është një punë që i takon dhe duhet i takojë dhe të interesojë të gjithëve. Por përsa i përket pyetjes, kemi pasur diku të 700 aplikimet filluara, ndonë se 500 prej tyre janë çuar deri në fund. Dhe nga këto, ne i tham mundësin diku të 250 prej tyre që të vijonin me procesin, pra kishte seriozitet në këto aplikime. Dhe nga këto 250, besoj që të 250 do të jenë pjesë shumë e rëndësishme e fushatës tonë, dhe të gjithë do të angazhohen në mënyra të ndryshme. Jo të gjithë ndoshta janë gati për të qenë tek ajo lista kandidatëve për deputet, se ndonjëherë duhet pak më shumë eksperiencë, duhet pak më shumë njohuri, dije, por edhe ndonjëherë thjesht nuk është momenti dur. Pra në jetën tënde ndoshta nuk është ai momenti më i saktë që ti të bësh pjesë.